tenderin për kryen e punimeve, ka hapur dhe një tender të dytë për mbikëqyrjen e punimeve. Dhe në këtë tender të dytë, rezulton që të kenë marrë pjesë 4 kompani, cilat kanë bërë një bashkim operatorësh ekonomik. Dhe kur them bashkim operatorësh ekonomik, nuk kuptoj që 2 kompani kanë hyrë së bashku, ndërsa 2 kompani të tjera kanë hyrë së bashku me platformën që quhet jargon në platformën bot. Bëhet fjalë për 2 kompanit që kanë hyrë dhe kanë garuar së bashku, janë Hill International NV dhe Net Group e Walter Bekajt, një lidhje miqësore mjaft e hapur dhe Ervis Berberit edhe Ervis Lamit, për të cilët janë në një çështje të dytë hetimore dhe janë marrë pandehur për sa i përket abuzimit me tendrave tek ARSH-ja. Ndërkohë që 2 kompanitë e tjera, Staki Ltd, por edhe Geoconsult, janë skualifikuar nga ky tender me vlerë 2 milion euro dhe më pas fitues janë shpallur pikërisht njerëzit e Ervis Berberit, por dhe njerëzit e afërt të Belinda Ballukut. E bëra këtë parantezë sepse dua të them që çështja nuk ka lindur posaçërisht për të hetuar kjo kontratë. Çështja ka lindur vetëm për të hetuar mënyrën e formalizimit të tendrave në ARSH nga disa zyrtarë dhe drejtorë të kësaj drejtorie. Në momentin kur SPAK ka shkuar dhe ka kryer veprime hetimore ndaj këtyre subjekteve, qoftë nga Walter Begaj, Ervis Berberi dhe zotërinj të tjerë, cilët tashmë janë të pandehur, në banesën e Ervis Berberit janë sekuestruar 4 aparate telefone. Që të 4 këta aparate telefone janë kthyer dhe ekspertuar elektronikisht për llogaritë të këtij procedimit të parë, por që në fakt gjatë verifikimit të bisedave që ka kryer Ervis Berberi me Belinda Ballukun dhe zyrtarë tjerë, të antarët Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, rezultoi që ishte paracaktuar dhe ky tender tjetër dhe kjo kontratë me 2 milion euro. Dhe në këto kushte, paralelisht me këtë hetimin e parë, u nda një hetim i dytë. Pra, është ndarë dosje më vete, ka një zgjerim të hetimeve në një forme dhe pastaj ndarje. Ka një zgjerim të hetimeve, por që në një episod tjetër korrupsioni. Apo të paracaktimit të tendrave. Dhe duke kryer këto analizat e bisedave që kanë zhvilluar Ervis Berberi me Belinda Ballukun, ka rezultuar që ky tender është paracaktuar dhe e gjithë procedura e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në ARSH ka qenë totalisht fiktive, pasi gjithçka është trukuar përmes negocimit që këto 2 zyrtarë të lartë kanë bërë me njëri tjetrin. Prandaj edhe Belinda Balluku sot është në këtë gjendje juridike, pozicionet të saj për sa i përket komunikimit të akuzës që pritet që t'i bëhet javën e ardhshme. Në muajin prill të këtij viti, faktikisht prokuroria e posaçme SPAK, prokurori Dritan Prençi, ka kërkuar të gjithë dosjet e këtij tendri në Ministrinë e Infrastrukturës dhe në ARSH. Mund të pyes para zgjedhjeve? Në mund kupton muajin para zgjedhjeve. Dhe në momentin që kur u kërkua kjo dosje, po ta keni vënë re, ta keni ndjekur dinamikën e raportimeve të mediave, prokurori është ndodhur në sulm nga disa media, duke i tërhequr vëmendjen që duhet të hetojë senatorin e Tiranës dhe jo pikërisht tendrat e Ministrisë të Infrastrukturës. Pra tani media mund të bëjë detyrën dhe mund të raportojë për këtë do, por strategjinë e hetimit të një prokurori apo të strategjinë e hetimit të një hetuesi nuk e bën dot media.